Përshon një fitore e lehtë sonde? Fitoria e lehtë, po themi, nëse kishim parashikuar kështu, ne kishim parashikuar më të fortë patjetër. Ishim përgatitur shumë me thënë drejtën, sepse do të thoshte shumë një humbje tjetër themi në kampionat. Kështu që kishim përgatitur realisht shumë edhe mendonin shumë vështirë, por nuk ndodhi kështu. Për arsye ndoshta ai pushimi që i kombëtarëve, i grumbullimit kombëtarëve na ka ndikuar mirë për ne, po themi, kam pushuar djemt ose jam përgatitur, po themi kemi pas shkollë të gjatë për këtë. Largimi ndoshta i stovit të vllaznia edhe zëvendësimet nuk ishin, po themi, në nivelin e stovit, atij që u largu. Ose ndoshta është ndeshja e parë, nuk duhet ta gjykoj domethënë që ndeshja e parë, por që ndodhi që fituam me po themi me diferencë. Poshtë ndërprerjes në ndryshimet taktike, teknike të skuadrës, çfarë ka ndryshuar? Thash edhe ne ndryshime taktike apo të teknike të mëdha nuk kemi bërë. Kemi patjetër që kemi parë ndeshjet me vllaznin që kemi luajtur, kemi parë gabimet tona, kemi përpjek gjatë gjithë kohës të ndrejshim e të vëmë theksin aty ku kemi gabuar më parë, por thash edhe është përveç faktit që ne kemi ndryshuar nga ato që sapo përmenda, edhe vllaznia ndoshta nuk ishin në nivelin që ne prisnim. Duket se është një kampionat ku nuk ka skuadra të pathyeshme. Patjetër. Unë jam thënë që fillim, nuk është kampionati sapo kishte filluar, edhe po ta shikonin që gjithë kishin ndonjë humbje. Domethënë, edhe me këtë fitore sot nuk do thotë gjë që vllaznia është më pak pretendente apo ne jemi më shumë pretendent, absolutisht. Domethënë jemi katërt vendet e para për mendimin tim, jemi aty për fitimin e kampionatit. Faleminderit. Faleminderit juve.